Për mbi nëntor qarkullimi rrugor u paralizua dhe qytetarët mbetën në trafik, ku rralla kilometrike në Baldren Milot ja ktheu të dielën e pushimeve në makt qytetarëve nga Shqipëria e Kosova. Prej orës 17 të pasdrekës së të dielës e deri në orët e para të mëngjesit të së hënës, rralla kilometrike e mjeteve nga pushuesit që largoheshin nga zona turistike Rana Hellun, Shëngjini dhe Velipoja e bëri të pamenagjueshme situatën. Pamjet tregojnë se shkaktar të kësaj gjendje janë edhe vetë drejtuesit e mjeteve, me parakalime të gabuara në shkelje të kodit rrugor. Ndikim pati edhe përfundimi i festivalit të muzikës elektronike Unum, si dhe rruga e re Shëngjin Velipoj, që ka shtuar ndjeshëm qarkullimin, ku segmenti Milot Baldren dhe rruga e Shëngjinit nuk e përballojnë fluksin. Forca të shumta të policisë rrugore dhe të rendit ishin të pranishme në terren për të menaxhuar situatën dhe lehtësuar lëvizjen. Drejtuesit u këshilluan që të lëviznin nëpër rrugët dytësore. Trafik pati edhe në segmentin Milot Murin të rrugës së Kombit, fluks i cili pritet të jetë gjithnjë në rritje. Për të menaxhuar këtë situatë, autoritetet kanë vendosur që prej datës 1 qershor, me urdhër të Bashkisë së Lezhës, të ndalojnë qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd në zonat turistike, ndërsa automjetet që furnizojnë njësitë e shërbimit do të lejon të lëvizin vetëm gjatë orëve të natës. Për të reduktuar ngarkesën në qendër të Shëngjinit, janë hequr edhe parkingjet anësore përgjatë rrugës kryesore.